Tuara dhe zgjidhjet e arritura falë këtij emisioni. Për shumë qytetar, luksi nuk është zhvillim, por qasja në ujë të pishëm, një rrugë e asfaltuar dhe një sistem funksional i kanalizimit. Realiteti në teren tregon një kontrast të qartë mes premtimeve për zhvillim dhe sfidave të përditshme me të cilat përballen qytetarët. Ankesat më të shpeshta të qytetarëve lidhen me mungesën e furnizimit të rregullt me ujë, kanalizimin e papërfunduar, rrugët e paasfaltuara dhe grumbujt e mbeturinave, të cilët janë bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Shpesheni ka shumë, vinë një herë mbrëmje. Përgjegjësia për adresimin e këtyre problemeve u takon komunave, të cilat shpesh vonohen në ofrimin e zgjidhjeve konkrete. Ku janë intervenimet më të provizume, ka situata të tilla që edhe identifikimi i problemeve zgjat më shumë për më marrë vesh edhe më kuptu, po me vetë faktin që kanë dalë ekipet, kanë dalë edhe na bashkë me juve mi pa, unë po besoj që sot gjatë ditës ka më rregullu kjo çështje, më gjet defekti. Edhe tokën të më kanë prish tokën, më kanë morë dhevin. Kërkesa është bë vite më parë për 2 rrugët me u rregullu. Megjithatë, falë reagimeve dhe kërkesave të vazhdueshme të banorëve, një pjesë e këtyre problematikave tashmë janë adresuar dhe kanë gjetur zgjidhje. Kjo dëshmon se angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve mund të nxjisë reagimin e institucioneve dhe të sjellë ndryshime konkrete. Por na po shpresojmë që dikush duhet me marrë mosa në këtë drejtim se direkt çdo njeri, çdo familje ka nevojë për energji elektrike në kohën e sotit. Problemi më të mëdha janë që rrugë që rruga ngushtë, mas pari, masë po seta janë të hapur për buzë rrugës dhe rruga si Speshinit që është edhe e ka nisë me zgjenu, për e kanë në gjys. Fushata, pastaj i kanë marrë, i kanë prua apet, do me thonë, me na stimulu qërtu për vota dhe tash janë këtu. Për gjatë 3 muajve të fundit, emisioni Adresa Ankesave ka qenë zëri qytetarëve, duke sjellë në vëmendje dhjetra problematika që për vite me radhë kishin mbetur pa zgjidhje. Nga mungesa e ujit të pishëm, tek rrugët e paasfaltuara deri tek grumbujt e mbeturinave që dëshmonin mungesën e reagimit institucional, çdo ankesë ka qenë një thirrje për veprim. Shumë prej këtyre problemeve kanë gjetur zgjidhje, duke rikujtuar se misioni i gazetarisë nuk përfundon me publikimin e një historie, por vazhdon deri te ndikimi që ajo lë në jetën e qytetarëve. Adresa Ankesave rikthehet sërish në shtator me të njëjtin mision: t'i japim zë çdo ankese dhe të kërkojmë përgjegjësinë aty ku duhet.